Në fshatin Anton Poçi, pas vjedhjes së lajthis, fermerët kanë nisur punën në pastrimin dhe përgatitjen e saj për treg. Prodhimi këtij viti duket i kënaqshëm, duke shtuar shpresat për një sezon të mbar. Por tani mbetet një tjetër pritshmëri për fermerët, që edhe çmimi i lajthis të jetë po aq i kënaqshëm sa prodhimi. Ky vit për fat të mirë na ka ndihmuar çik dhe koha, se nuk bëri ndonjë vap e madhe dhe themi që kemi cilësinë më të mirë nga vjet, mund të themi që bëri shumë vap. Dhe të mbaruam me vjelin, kemi procesin e pastrimit dhe jemi gati për treg për 10-15 ditë. Sa keni kultivuar? Sa sipërfaqe toke keni të kultivuara? Sipërfaqe unë për vendi kam tokën time që kam rreth 8 strem. Përpiqemi, themi që ja vlen të punon, po të punosh edhe do nxjerrësh. Po diskutoj këtu, do të kesh rendimentin që të kesh fitim, po s'pa të rendiment. Është cilësia në mes, është çmimi varet në bazë të tregut, varet sipas prodhimit, po pa të prodhim shumë detyrimisht do bie edhe çmimi. Megjithatë, deri tani mirë vemi. Për familjen Basho, kultivimi i lajthis është më shumë se një aktivitet bujqësor. Është një punë e nisur prej vitesh, që ka ndihmuar ekonominë e familjes dhe është kthyer në një traditë të qëndrueshme. Është një ndihmë më shumë e mirë, është punojmë nga pak, e sigurojmë bukën tonë që i thonë, nuk të kënaqur jemi. Nuk mund të themi tani punojmë, jo shumë orë, veme 3-4 orë në ditë, vim, nuk jemi lidhur, po bukën e nxjerrim, rojmë këtu në fshat, shumë mirë jemi. Prodhimi i lajthis është baza e ekonomisë së familjes tuaj? Është pak, nuk themi dhe baza, po bëjmë dhe punë të tjera. Jo se është baza kryesore, kemi bazë kryesore, po kemi dhe pak bresh, pak koshtra, pak gjë punë të tjera, rojmë, mirë jemi. Si është për një zonjë që të merret me punët e bujqësisë? Është pak e vështirë, po unë kam punuar gjithkohë, edhe nuk e kam shumë të vështirë, nuk duket kaq e vështirë puna në bujqësi. Tani do punosh ku nuk ka vap, në freski pak në mëngjes, pak pas dite, po jemi të mësuar, nuk kemi dhe shumë problem. Kudo që të punosh, ka vështirësitë e saj puna. Perikli dhe Valentina Basho merren me kultivimin e lajthis prej më shumë se 2 dekadash, me përvojën e fituar ndër vite. Ata vijojnë të investojnë në këtë kulturë, duke shpresuar që puna e tyre të sjellë gjithnjë më shumë të ardhura. Në fshatin Anton Poçi, lajthia mbetet një prej kulturave që u jep fermerëve mundësi të sigurojnë të ardhura nga puna e tokës.